Le të futemi direkt në temë dhe të flasim për një nga misteret më magjepse të tyrit njerëzor. Mendoni pak për këtë. Të gjithë ne kemi aftësinë të njohim menjëherë një fytyrë të njohur mes një turme me mijëra njerëz, dhe kjo ndodh në fraksion të sekondës, pa patur absolutisht nevojë të llogarisim apo të dim formulën e saktë matematikore të atyre tipareve. Është një aftësi e jashtëzakonshme mendjes son, apo jo? Një aftësi që sfidon plotësisht shpjegimet e thjeshta apo logjikën e thatë. Dhe pikërisht këtu ndërhyn puna briljante e filozofit dhe shpenstarit Michael Polanyi në këtë shpjegim tonin të sotëm. I gjithë thelbi i këtij argumenti masiv mund të përmblidhet në këtë frazë vërtet ikonike të Polanit. Ne dim më shumë se sa mund të themi. Tani, kjo nuk është thjesht një lojë e bukur fjalësh, është një e vërtet thelbësore. Njerëzit zotrojnë një lloj inteligjencë të gjerë, jashtëzakonisht të thellë, e cila thjesht u shpëton udhëzimeve të shkruara. Ndërgjegja jon përpunon male me detaje komplekse, shumë kohë përpara, se të gjejmë fjalët e dura për t'i shprehur ato me zë të lartë. Dhe kjo na sjell te koncepti absolutisht themelor i kësaj teorie, njohuria e heshtur. Për ta bërë më të qartë, le të imagjinojmë pak një iceberg. Njohuria eksplicite, pra ajo që mund të shkruajmë në letër, është thjesht ajo maja e vogël që duket mbi ujë, ndërsa njohuria e heshtur, ajo është e gjithë masa e stërmadhe, e fuqishme, e fshehur thellë nën sipërfaqe. Është pikërisht ky motor i pashprehur që bën të mundura të gjitha veprimet, vendimet e mpretha, madje edhe zbulimet më racionale shkencore. Ja një udhërrëfyes i shpejtë se si do të rrjedh ky shpjegim. 1. Të dish më shumë se sa të thuash. 2. Çfarë është njohuria e heshtur? 3. Pse manualet dështojnë? 4. Inteligjenca e heshtur në praktik. 5. Balancimi i intuitës dhe rregullave. Dhe do ta mbyllim me 6. Lulëzimi në epokën e të dhënave. Le të nisim me pjesën e parë. Të dish më shumë se sa të thuash. Ajo çfarë është vërtet e çuditshme rreth këtij koncepti është fakti se si kompetenca dhe aftësia njerëzore vazhdimisht e kalojnë aftësinë tonë për t'i artikuluar ato. Ndodh çdo ditë. Për shembull, imagjinoni një detektiv veteran që i afrohet një skenë krimi. Sapo ai hyn në atë dhomë, truri i tij bën lidhje të menjëhershme në heshtje. Ai vëre një send shumë të shtrenjtë, që çuditërisht nuk është prekur, ose ndoshta një orendi të thyer në një kënd të panatyrshëm, pa formuluar ende asnjë fjalë të vetme për një raport zyrtar. Ai thjesht e kupton, kjo ngjarje është e inskenuar. Ky është një perceptim mjaft kompleks që ndodh përpara çdo lloji analize formale. Pjesa e dytë, çfarë është saktësisht njohuria e heshtur? Për ta kuptuar, është thelbësore të ndajmë qartë këto dy botë ku lundrojmë vazhdimisht. Në njëra anë kemi njohurinë eksplicite. Këto janë të dhënat, rregullat, formulat, fiks si një recetë saktë gatimi me gramaturë të përcaktuar. Por nga ana tjetër kemi njohurinë e heshtur. Kjo është përvoja, ndjesia fizike, ai instinkti rrënjosur i një bukpjeksi që vetëm duke prekur brumin e di menjëherë nëse është shumë i thatë, pavarësisht faktit se çfarë mund të thotë libri i recetave. Për më tepër, njerëzit operojnë me dy lloje të ndryshme ndërgjegjësimi, qendror dhe ndihmës. Për shembull, kur goditet një gozhdë, i gjithë fokusi është drejt për drejt te gozhda, por e gjithë kjo lëvizje është e mundur vetëm për shkak të mbështetjes në sfond, pra ndjesisë së peshës së çekiçit apo ekuilibrit të krahut. Nëse fillon të mbianalizohet ky sfond dytësor, gjithçka prishet. Imagjinoni sikur një pianist i madh të fillonte të mendonte fikse si po lëviz secilin gisht individualisht. Muzika do të ndalonte sqeni muzik dhe performanca do të shkatrohej krejtësisht. Pjesa e tretë. Pse manualet dështojnë gjithmonë? Jetojmë në një shoqëri që duket e fiksuar pas listave dhe manualeve procedurale, por ja ku është problemi madhor. Manualet asnjëherë nuk e zëvendësojnë dot mjeshtërinë. Polanyi na jep këto 5 arsye vërtet të forta për ta shpjeguar këtë. Si fillim, askush nuk ka mësuar ndonjëherë të japi biçikletës thjesht duke lexuar rregullat e fizikës në një dhomë. Gjua gjithmonë e thjeshton apo e ngjesh botën rreth nesh. Ajo nuk mund të përkthejë kurrë emocionet apo nuancat më delikate. Japse trajnimi dhe imitimi i drejt për drejt i mjeshtrave përcjell atë lloj informacioni thelbësor që një manual printimi nuk e mbulon dot kurrë. Pjesa e katërt. Inteligjenca e heshtur në praktik. Për të kuptuar me të vërtet peshën e kësaj teme, le t'i lidhim këto ide me botën reale, aty ku jeta është fjalë për fjalë në lojë. Mendoni pak për një infermiere veterane. Ajo është pranë një pacienti, dhe pavarësisht se monitorët mjekësor duken krejtësisht normal, ajo vëre diçka tjetër, një ndryshim fare delikat në frymarrje ose një lëkurë paksa më të zbethtë, dhe ajo menjëherë nxit mjekët për kontrolle të mëtejshme. Është fiks ky sy klinik i fshehtë,
I ndërtuar mbi vitet e tëra njohurisht e heshtura, ai që shpeshherë e shpëton situatën përpara se të dhënat zyrtare të tregojnë një krizë. E njëjta logjik gjend vend mjaft mirë edhe në menaxhim. Një drejtues me eksperiencë në një restorant nuk mbyllet në zyrë për të parë vetëm numrat në ekran. Përkundrazi, ai del jashtë, vëzhgon rrjedhën e punës, vëre nëse porosit po vonohen disi apo nëse klientët duken pak të frustruar në fytyrë. Ai përdor atë ndjesi të pashprehur për të gjetur problemin real, diçka që të ardhurat mujore apo grafikët në letër thjesht nuk e diagnostikojnë dot. Tani, kjo na sjell në një udhkryq interesant, atë që njihet si paradoksi i Polanjit, i cili sot ndihet më i rëndësishëm se kurrë. Shtrohet pyetja, a mundet inteligjenca artificiale ta zotërojë këtë? Makineritë janë fantastike me rregullat masive, por a mund ta kuptojnë ato heshtjen pas një bisede apo të lexojnë një sarkazëm të fshehur? Ky lloj mirëkuptimi thellësisht kontekstual dhe social mbetet jashtëzakonisht i vështirë për tu koduar nga algoritmet. Pjesa e 5, balancimi i intuitës dhe rregullave. Këtu duhet të tregohet shumë kujdes megjithatë. Ndonjëherë njerëzit e ngatrojnë këtë koncept duke e romantizuar intuitën si të ishte ndonjë lloj magjie e pagabueshme. Absolutisht jo. Një impuls i padisiplinuar është i rrezikshëm. Për shembull, nëse një udhëheqës refuzon një punësim të ri thjesht sepse ka një ndjesi të keqe, pa asnjë justifikim llogaritkërkues, ai nuk po përdor inteligjencën, po justifikon një paragjykim. Njohuria e vërtetë e heshtur për të qenë e besueshme duhet jetë gjithmonë thellësisht e ankoruar në prova të botës reale. E po, si kultivohet atëherë kjo aftësi pa rënë në kurthe? Këta 6 hapa formojnë praktikisht strukturën e mjeshtërisë së vërtet. Fillojnë gjithçka me ekspozimin e vazhdueshëm ndaj situatës, pasuar nga një vëmendje e madhe e dedikuar. Më pas është thelbësore të marrët feedback konstruktiv, të imitohen gjestet e atyre që dinë më shumë dhe të bëhen përpjekje për të artikuloar veprimet e bëra. Dhe mbi të gjitha, reflektimi i thellë personal, i cili merr të gjithë këto përbojë edhe e kthen atë në një gjykim solid dhe afatgjat. Pjesa e fundit, lulëzimi në epokën e të dhënave. Kjo teori, me thënë të drejtën, është jashtëzakonisht emergjente në realitetin e sotëm. Vetëm hidheni një syk kësaj tabele, ajo zbulon qartë grackën e fiksimit pas numrave. Për shembull, nëse një kompani detyron punonjësit të ulin kohën mesatare të çdo telefonate për të qenë më efikas, në letër kjo duket si një fitore e madhe. Por, në realitetin e heshtur, klientët ndihen të ignoruar, të ofenduar dhe të ftohuar. Pra, kur jemi të obsesionuar pas metrikave dhe harrojmë plotësisht gjykimin human, ne përfundojmë duke shkatruar pikërisht vlerën që po mundohemi të ndërtojmë. Dhe teksa reflektojmë mbi të gjitha këto, mbetet një pyetje e madhe pezull në fund. Në një botë që po pushtohet me shpejtësi të frikshme nga kodet, rregullat e thata dhe automatizimi total, çfarë është ajo që e mban gjykimin njerëzor absolutisht të pazëvendësueshëm? Me sa duket, është pikërisht kjo ndjeshmëri e heshtur, ky kuptim intuitiv dhe thellësisht interpretues i yni. Diçka që, të paktën për momentin, është ekskluzivisht e jona.